Prandaj parashohim të ndërtojmë 5 diga në rajone të ndryshme rreth e qarë Kosovës në mënyrë që të ketë akumulim të ujit, fillimisht sigurohet uji pjesë, por kjo na ndihmon pastaj edhe të kemi bujqësi më intenzive. Sepse bujqësia aktualisht në mungesë të sistemit të ujitjes të shtrirë si duhet dhe në mungesë të kapaciteteve ujore për ujitje është e reduktuar dhe e fragmentarizuar. Pra na duhet edhe këtu të shtojmë investimin. Sa i përket begatis, tek pagat, në sektorin privat e pat që me neve pagat janë rritë si kur më parë, 57%. Në sektorin publik, buxheti për paga është rritë 47%, sepse është rritë ekonomia. Kushdo që thot që i rritë pagat për te i rritjes ekonomike, në fakt, ose nuk e nje fare legislacionin publik, për financat publike, ose po gënjen haptazi. Ligji për menaxhimin e financat publike ka një nen që thot që pagat në sektorin publik në secilin vit munden me u rrit vetëm aq sa është rrit ekonomia në vitin paraprak. Dhe me neve pagat janë rrit 47% në sektorin publik, sepse GDP-ja, bruto produkti vendor, është rrit prej 7 miliard në 10.3 miliard. Dhe tash si vjet është 11 miliard. 27% është rritur pagat, apo? 47% është buxheti për pagat që është rrit tash te mjek ka rritje pak më shumë, te disa kategori. Mesatarja është 27%. Po mesatarja është 47%. Tek pensionet. Pra, ata që po premtojnë sot 50% paga rritje, i kanë rrit 4%, kur kanë qenë vetë pushtet. Sepse prej vitit 2016 është ky ligji që kufizon rritjen e pagave jo më shumë se rritja ekonomike. Prej vitit 2016 është. Merre shife historikisht, pas vitit 2016 tek ne, askush nuk i ka rrit pagat më shumë se që rrit ekonomia. E ne kemi rrit pagat 47% se kemi rrit ekonominë. Tek pensionet, këta që po premtojnë pensione 50% e 250 euro, kur janë konë pushtet, Bedri Homza, pensionin bazik e ka gjetë 75, e ka bërë 90 euro. Asë një pension tjetër se ka rritë. Pensionet e kategorive të luftës... Po në bukur shumë, minister, për 75-90. Sa? Pensionet e kategorive të luftës, e dini sa i ka rritë? 0. 0 i ka rritë kategoritë e luftës Bedri Homza. Pensionet për paraplegjik, tetraplegjik, 0 i ka rritë. Fakt për 25 dhe në 50% shkon të rritjen aso kohës. Unë kam qenë gazetar. Dhe raportoja, në kategoritë të caktuara rriteshin 25%, 50% e kategoritë për shembull tek minatorit të mbaj mend. Në kohën e Bedri Homzës si ministër, 2017-2019, në qeverinë Thaçi. Pensioni bazik është rrit prej 75 në 90 euro. Je duke folur tek qeveria Mustafa, apo? Jo, qeveria Haradinaj, po. Po flasim tek qeveria Thaçi. Herën e fundit Bedri Homza kur ka qenë ministër. I financave. Po zgjedh këtë periudhë tek Haradinaj. Se kjo, sepse shefe, kur kanë qenë për shembull 40 euro është bërë 60. Tek qeveria Thaçi nga 25 deri në 50%, e mbaj mend si shifër se unë raportoja si gazetar. Se po 40 euro bërë 60, rrit 20 euro, edhe duket 50%. Po si përqindje është bukur. Po prandaj unë po them, 75 e ka gjetë e ka bërë 90 euro. Çaq. Tash po thotë ka me bë 50% rritje. Jo, se tash ka kosto të mëdha dhe asnjëherë nuk e pash deri sot, edhe sfidoj edhe Bedri Homzën, kur dush le të vjen debat, asnjëherë deri sot nuk e kam pa tu tregu çysh kam i gjetë ato pare. Do thon me aqit lapsin, me thon çe ku kam i marr. Sa ai po pretendon 1 miliard euro mrena vitit, që është e pavërtet, se fillimisht është shkelje e ligjit për pagat. Pra ligji për financat publike që kufizon rritjen e pagave. Kurse ne pensionin e kemi gjetë me 90 euro, e kemi bën 150 euro. Pra 60 euro rritje apo 67%. Do të thon, edhe nëse shkojmë tek paga minimale, me ata të tjerët, paga minimale nuk është rrit. Asnjëherë, me neve është rrit 3 herë mrena mandatit dhe rritja do të vazhdoj. Vitin e ardhshëm do të jetë 500 euro, e normalisht me rritjen e trendit ekonomik, pra me përcjelljen e njëjtë të trendit ekonomik, do të ketë rritje të vazhdueshme edhe të pagës minimale. Kemi rritur edhe shtesat, në fakt kemi bërë shtesat për fëmijë për herë të parë. S'ka pas për 20 vite shtesat fëmijëve me ata para neve. Janë bërë shtesat për fëmijë, bile nëse ju kujtohet, Bedri Homza, kur pa të më thonë kemi mi bërë shtesat për fëmijë ka 10 euro, tha 50 milion euro kushton. Kjo ka me kollapsu buxhetin. Besoj ju kujtohet si gazetar. Do të thonë 50 milion euro thotë ka me kollapsu buxhetin. Tash po del po premton 1 miliard euro, po thotë ja mos kollapson buxheti. I gjejmë parat. Do kjo është kur e krahason personin e njëjtë me deklarata në funksione të ndryshme. Kur ka qenë pra në funksion ose në opozit dhe kur është në fushat zgjedhore. Pra shtesat e fëmijëve i kemi bë 30 dhe 45 euro, mandatin tjetër do të dyfishohen. Veç për me e
dhonë një piktur të qartë